Përshëndetje, ushtrimi që do të zgjidhim ka të bëjë me tretësira tampone. Na kërkon të gjejmë pH-in e tretësirës që formohet nga përzierja e 100 ml acid etanoik me 100 ml hidroksid natriumi. Fillimisht bëjmë reaksionin midis acidit etanoik edhe hidroksidit të natriumit. Kufitojmë etanoatin e natriumit dhe ujë. Do e zgjidhim me anë të tabelës fillimi, ndryshimi edhe ekuilibri. Për të ndërtuar këtë tabelë, fillimisht na duhet të gjejmë numrin e moleve të acidit etanoik. Duke qenë se ne kemi vëllimin dhe përshëndrimin molar te kërkesa, atëherë gjejmë numrin e moleve fillestar përshëndrim molar herë vëllim. 0.1 litër herë 0.2 molar, marrim 0.02 mol. E shënojmë tek fillimi për pjesën e acidit. Kalojmë tek baza. Gjejmë numrin e moleve të hidroksidit të natriumit edhe këtu përshëndrim molar herë vëllim, 100 ml, 0.1 litër herë 0.05 molar dhe marrim 0.005 mol. E vendosim dhe këtë tek tabela. Atëherë, gjëja parë që bëjmë këtu, shikojmë se cila është substanca kufizuese, që në këtë rast duke qenë se raporti midis acidit edhe bazës është 1:1, ajo që ka numrin më të vogël të moleve, që është hidroksidi natriumit, është edhe faktori kufizues. Duke qenë se është faktori kufizues, do thotë që kjo do harxhohet plotësisht. Raporti midis acidit, bazës dhe kripës është 1:1. Kështu që për acidin do harxhohen i njëjti numër molesh, 5 herë 10 fuqi minus 3, e njëjta gjë edhe për bazën dhe do prodhohet e njëjta sasi për kripën. Atëherë tek acidi në ekuilibër ne na mbeten 0.015 mol. Baza harxhohet plotësisht, ndërkohë tek kripa kemi 0.005 mol. Tani, për të gjetur pH-in e një tretësire tampone, kjo është një tretësire tampon acide, e cila përbën nga acidi dobët edhe baza e fortë që ka vepruar me të për të formuar kripën, ne kemi formulën ku pH është i barabartë me pKa plus logaritmin e përshëndrimit të kripës, në këtë rast etanoatit të natriumit, ndaj përshëndrimin e acidit. Atëherë, duke pasur parasysh këtë formulë, ne na duhet të gjejmë pKa-n, e cila është minus logaritmin e Ka-s, pra ndryshe minus logaritmin e 10 në fuqi minus 5, që na jep vlerën 5. Do gjejmë përshëndrimin në ekuilibër të kripës edhe të acidit. Atëherë, ne mund t'i zëvendësojmë direkt të formula 5 plus logaritmin. Përshëndrimi i kripës në ekuilibër do jetë numri moleve të kripës ndaj vëllimin total. Ku vëllimin total do ta kemi 0.1 litër plus 0.1 litër, 0.2 litra ose ndryshe 200 ml. Duke shënuar formulën, numrin e moleve të kripës ne kemi 0.005 mol ndaj 0.2 litra vëllimi total. Kjo që pjeston 0.015 mol ndaj 0.2 litra. 0.2 litra thjeshtohet. Bëjmë veprimin tani, fillimisht të logaritmit, ku kemi 0.005 pjesëtim për 0.015. Logaritmin e vlerës plus 5. Kjo na jep vlerën 4.52. Për çdo pyetje mund të komentoni më poshtë.